Pra ju përshëndes për qestemi vendore, kemi diçka të resët, rasoj, të bakal nuk e di që të shqip, që rasoj, vendore. Që bukur, që kemi njëftoj, fasulja vendore, që sa bukur, afro në mangat. Më thonë, pasullet që i marrën diçka nuk më pëlqen tjera. Kjo të motrave ka karakteristike diçka, ka më shumë fasulje, dhe përmbajtjen e këtyre biberave diçka nuk do të flas të janë qefësia, pasuli vendore, mishi që është i ruajtur në frigorifer, i ngrirë, i hershëm, lopnat e kuqe, rrepat, lakna e ballë. As vetë në ditë kam janis për para. I përzi ne. I përzi. Lakna e ballë. Këtë pjesa vendore e bukës, është për tjere dhe në sekret i mota, një po të kemi një vrejtje pak dhe mota si këmë damë, mota do të me përsia traditën e nanës, e ka bërë bukën për para me farë thatë, 100% naturale. Këma në mota nuk djenë, një për mota do të mësanë, edhe da përsia kulturën e nanës, pasurin shumë mje këmë vekë. Kam pëngjes me lakun, po, kështë është. Me thëmë, nuk dita është që më dhenë buka, gatimi bukës me farë të tharpët. Savatajk dhe marrë dhenë. Me thëmë, nana ka përdërë para. Të motrat nuk e di, motra mova e din, me shqyrja e din, po, motra ime e përdërë këtë farën, dhe i përshëndes që pasuri vendorë, gjyre një ditë mirë, fanë nga motra për pritjen, që të sofra plata. Që kjem. Faleminderit.